Pra korona hapa thirrjen e misionit e pasha të titull që ta ti të dërgohesh ti të shërbesh faktikisht në misionin e Adriatikut Jugor. Edhe nuk reagova fare, se nuk dija çfarë ishte ajo Adriatik Jugor, nuk dija gjë fare. Prandaj nuk reagova, as pjesëtarët e familjes nuk reagoan. Edhe kur unë vazhdoj të lexoja, kur tha do shpërndani ungjillin në gjuhën shqipe, pastaj reagova, sepse pastaj morë vesh që po, do dërgohesha në Shqipëri e do shqipoj aty. Mbaj mend atë natë, se nuk dinja gjë fare për Shqipërinë, nuk e dija se ku është, se çfarë flasin, e dija se flas gjuhën shqipe. Pastaj kërkova në Google, shkruajta në Google, ku është Shqipëria, çfarë han shqiptarët, si është gjuha shqipe, si mund të them unë përshëndetje në shqip, edhe nuk po ishte shumë mirë njohësh për atë thirrje, se unë dija që Shqipëria do ishte vend i veçantë dhe i veçuar për mua të dërgohesha.